Përshëndetje të nderuar miq, duket se Kosova ka kandidatin e parë për president të Republikës dhe ai është Glauq Konjusa, edhe pse jo ende zyrtarisht. Por çfarë po ndodh me procesin atje kur ka mbetur edhe 40 tetor nga skadimi i afatit, duket se më afër jemi para zgjedhjeve të reja dhe Kosova duket se është mësuar me procese zgjedhore të shpeshta sesa për një president të ri. Për gjithë skenarët e mundshëm do të flasim me profesorin Sadria Mavaja. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë që pranuat që të flasim. Përshëndetje nga Prishtina, të lutem, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Profesor, do të jetë Glauq Konjusa presidenti i ri apo do të kemi të njëjtin skenar si me qeverinë që kur t'je propozoi, nuk u votua, por opozita u pendua? Kësaj radhe gjazat janë më të mëdha që do të jetë presidenti i Republikës Kosovës. Natyrisht në politik nuk ka asgjë 100% sigurt, por në rast se dominon racja, mendimi racional, atëherë nuk do të duhej përsëritur gabimi i vitit kaluar dhe të shkohet sërish në zgjedhje, sepse zgjedhjet nuk janë zgjidhje. Sërish do të mund të kishim pak a shumë po të njëjtin rezultat dhe sërish do të vinim në një pozicion të këtill, sepse 80 deputet, sipas për fat keq, këtë ngërç politik e ka shkaktuar një gjykim, një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, absolutisht jo në përputhje me frymën e kushtetutës dhe ja, kemi këtë problem që e kemi. Profesor, por nga mund të rrjedhin votat apo mund të kemi një marrëveshje për zotin Konjusa? Unë kam përshtypjen se nuk është çështja se do të rrjedhin votat, 66 vota janë që i ka koalicioni qeverisi vetëvendosjes, por nuk do ta lëshojnë sallën, siç thuhet edhe në njërin prej vendimeve të gjykatës kushtetuese, se deputetët janë të obliguar të qëndrojnë në sallë. Në rast se SPAK-u këtë veprime bëjnë, e mendoj se do të duhej ta bënin, edhe për një arsye të thjeshtë, sepse opozita rrezikon më shumë në rast se do të dilte, në rast se do ta lëshonte sallën, sepse atëherë do të shihej qartë se shkaktare e krizës vazhdon të jetë një opozite, kjo opozite papërgjeshme dhe pandërgjeshme, politikisht e paarsyeshme. Prandaj këta deputet të opozitës që janë, me që nuk e kanë të sigurt se do të rizgjidhen, gati thujse gjysma e tyre, nëse jo më shumë, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të mund të mbeste në Prag, e Lidhja Demokratike do të binte në stadin më të ulët të mundshëm tek një shifrori, atëherë është krejtësisht e pritshme që SPAK-u do të qëndrojë në sallë dhe nuk do të shkaktojnë një kaos të tillë siç pretendojnë një pjesë të papërgjeshmisht ta bëjnë. Po qëndrimin e PDK-s dhe RDK-s si e vlerësoni, profesor, sepse Abdi Xhiku tha që ne nuk kërcejmë kundër Vjosa Osmanit, pra e la një dritare hapur për të. Ai e ka parasysh se 15 deputetët e Lidhjes Demokratike nuk janë unik. SPAK-u 2-3 prej tyre në asnjë mënyrë nuk do ta votonin Vjosa Osmanin. Pra, rrjedhimisht Vjosa Osmani nuk do t'i kishte 80 deputet. Ndërkaq mbrëm dhe sot është përsëritur qëndrimi i Partisë Demokratike. Në rast se do të rikandidohej Vjosa Osmani, Partia Demokratike nuk do të qëndrojë fare në sallë. Ky ishte pohimi i tyre. Prandaj shkurja me rikandidimin e Vjosa Osmanit do të thotë automatikisht shkurjen drejt zgjedhjeve të parakoshme. Por realisht Albin Kurti nuk ka votat dhe nuk i siguron dot, apo ndoshta nuk e preferon me Osmanin për një mandat të dytë. Se ndoshta mund të ketë më shumë rrezik, po sikur ta nxjerrë në terren në fushë të lirë, sepse ndoshta nuk përjashtohet mundësia që mund t'i jap dorëheqjen tani dhe mund të futet në zgjedhje. Shiko, në rrafshin e politikave të brendshme, presidentja Vjosa Osmani nuk ka dëshmuar kohezion të brendshëm, pozicionim qëndrueshëm, as brenda partisë së vet që e krijoi Partia Guxo. Dhe mos të flasim për raportet tjera. Prandaj mund të thuhet që si politikane ajo nuk është se ka shkëlqyer
çështje tjetër është paraqitja e saj jashtë dhe një lloj pranimi, do të thosha unë, më tepër spektakular në disa qarqe të djathtës evropiane dhe sidomos të qarkut të Trumpit. Por kjo nuk i garanton më sukses politikanit shqiptar, sidomos jo në Kosovë. Po, Kosovës për momentin i duhet një president ose presidente që shkëlqen brenda apo jashtë? Kosovës i duhet një president që ka integritet moral dhe kombëtar, sepse ne po hymi në një fazë tepër kritike, ku mund të ndodhë që përplasjet për shkallëzimi i luftës në lindjen e mesme të shkaktoj turbulenca dhe gjithandej. Prandaj Kosova ka nevojë ndoshta më shumë se çdo herë tjetër ta ketë një president të përgjegjshëm dhe që nuk cenon në asnjë moment dhe në asnjë situatë interesin nacional. Nuk bëhet pjesë e klaneve të ndryshme dhe nuk i nënshtrohet vullnetit politik të grupeve të interesit brenda Ballkanit dhe jashtë Ballkanit për të shkaktuar përçarje brenda kombit shqiptar. Prandaj ka nevojë për një figurë të fuqishme. Mund t'jeni më i qartë grupet e interesit brenda Ballkanit? Shiko, për mua editoriali i përbashkët i kryeministrit Edi Rama me presidentin serb në të përditshmen gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung dhe teksti i tij në kohën që po kalon Serbia tashmë është problematik. Mos buti thënë. Prandaj çfarë do përpjekje për të nxjerrë Serbinë nga kriza ku është me kosto për interesin nacional shqiptar, sepse të barazosh me Serbinë këtë kohë, duke hequr dorë nga procesi i aderimit me të drejtat plota në Unionin Evropian, siç ka mundësi reale Shqipëria dhe Malizi, që është e vërteta, po për hir të Serbisë të hiqet dorë, kjo flet shumë. Ndërkaq një vizit blitz me tone jo shumë të qarta këtu në Prishtinë dhe reaksionet e fuqishme kundër dhomave të specializuara në Hag lën shumë dilema. Megjithatë, profesor, do ngulmoj edhe një herë tek ajo e presidentit amerikan, i cili çfarë do kërkonte më shumë një zyrtar shqiptar, një president që ai drejtohet dhe i thotë, nëse ju do keni probleme me Serbinë, një telefonat. Pra edhe kjo është, po heqim dorë nga një garanci, nga një marrëdhënie e krijuar. Ja, nuk do të kuptuar kështu. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa strategjike në Ballkan dhe në hapësirën shqiptare parazgjithash. Një president me integritet nacional shqiptar në Prishtinë dhe në Tiranë do t'i shërbente shumë më shumë këtyre interesave amerikane dhe do t'ishte krejtësisht në të njëjtën linjë. Edhe diçka të fundit kam, profesor, në aspektin gjeopolitik. Çfarë po ndodh me shqiptarët tani, sepse lufta duket sikur është në prag, raketat erdhën deri në Kipro. Po prandaj po them që ne kemi nevojë për një rikëndellje dhe rikthim të plot tek vetvetja dhe Prishtina zyrtare dhe Tirana zyrtare kanë nevojë për një strategji të përbashkët urgjente. Nuk do të duhej që të kishim editoriale me Vučićin të përbashkët, por do të duhej të kishim mbledhje urgjente të qeverive tona. Do të duhej të kishim urgjent një shtab të përgjithshëm të përbashkët, një shtab përbashkët ushtarak. Do të duhej të kishim një strategji të përpunuar ndoshta në detaje për situatat që mund të precipitojnë. Dhe krejt kjo ka nevojë për president dhe kryeministra advetar, do të thosha unë. Dhe prandaj kemi nevojë për një stabilitet të fuqishëm. Presidentët dhe kryeministrat, por edhe politikanët, që në momente kritike janë të gatshëm të votojnë kundër vetvetes. Votimi për dhomat e specializuara ka qenë absurd, votim kundër vetë Republikës së Kosovës. Tashmë po dihet. Procesi i Ballkanit hapur e ka dëshmuar tashmë historia se ka qenë proces krejtësisht i gabuar. Dhe ata që kanë bërë këta hapa do duhet që të kishin
një fije ndërgjegje dhe të tërhiqeshi një hap mbrapa në shenjë të përgjegjësisë. Dhe për ta mbyllur, për ju, Glauko Njusa është një president atletar që i ka këto cilësi që kërkohen në këto moment. Po, mendoj në këtë rrafsh nuk ka kurfar dileme dhe ai mund ta bëj punën e presidentit ndoshta më mirë se çdo kusht tjetër. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën. Lutem, miropafshim.